Ti je aty të respektosh ata, ti s'ke asnjë kompetencë. Po atëherë ti po shkel ligjin. Ti po shkel ligjin. Dhe ne ruajmë të drejtën, bëjmë kallëzim penal dhe ndaj teje. Ajo që je duke bërë ti është për te kompetencës që ke ti. Më shkruaj në cilin nen dhe në cilin akt e ke bazuar veprimet që po bën. Më thuaj ti. Më thuaj. Shko. Unë kam 30 vjet që merr me këtë punë. Ti më thuaj, i thua ti lëre aty. Jo, të lutem shumë. Më thuaj, KQZ-ja s'mund t'i japi, kërkoj provë. Kërkoj një provë. Kush është arsyeja që ju s'numëroni votat e Greqisë? Kërkoj provë. Dhe pastaj shko dhe shqyrtoje provën që ton ata. Këta e kanë tash duna Libin. Po ai mund t'i lërë të gjitha anash edhe çupa. Po mirë, më lëri gjitha anët të prisin numërimin. Shkuptim ka tash me lënë anash gjitha. Okej, duket që ka një tension, zoti Balla po ankohet për shkak të mos numërimit të shkak të kërkesës je duke shkelur ligjin, je në përdorim detyre. Po jo mos ka vendim, se s'marrin dot vendim, o zonj. Po kjo është rënd. Në ky numër mos vazhdoj fare. Shkon drejtoresha KQZ-s i thot shkelni ligjin, o djem, neni 330 ju ngarkon me përgjegjësi, po s'bët detyrën.